Ajo formula për shku kampionat botror ku ti mirë që duhet mundesh Serbin, po duhet mundesh Polonin, po duhet mundesh Ukrainën, pra që kështu. E dyta unë mendoj që neve ka ekipe më të mira se ne. Ata që janë aty janë gjithë skuadra më të mira se ne. Kosova nga ana vetë bëri maksimum. Kam pak mendim. Imagjino do të pogoni sot ne të kishim Shqipërinë në kampionatin botror, si do ishte biseda sot në studio, komplet ndryshe. Do ishte atmosferë krejt tjetër, do ishim shumë ndryshe, do ishim duke folë ose rreziks do ishim këtu. Mund të ishim atje siç kemi qenë bashkë në Europian, më kemi qenë Francë të dy. Që pam disa herë pam atje, pastaj vishim në studio këtu. Okej. E shiko, ne me brezit ton na u dukte ëndër pjesëmarrje në një kompeticion europian, ose Shqipëria skuadra shqiptare kaloshin në një tur. Ja që u bë një herë, dy, dhe tash sa duket, domethënë kur vëm objektiv të shkojmë në europian, ne na duket ama çfarë thot ky. Tash i ka ngel botrori. Okej, nga skuadrat europiane që se shiko, kur shikon këtu thash, unë thash edhe edhe në fillim. Janë ca skuadra 150.000 banor Kurachao. Do kuptoni, do ka merr pjesë kampionat botror. Kur jon? Grupi Gjermanisë. Ja ku e ke Turqinë aty? Turqia eliminoi Kosovën. Ky është grup shumë i vështirë. SBA, Paraguay, Australia, Turqia. Unë mendoj që Turqia del vend park. Janë skuadrat pothuajse aty, pothuajse të një niveli dhe po shkuan tre për para gjykon se ka mund mos gaboj edhe Garën edhe Nigerinë. Brenda 4 ditëve ka eliminuar të dy. Po mirë. S'do të jetë pa gjë. Ore, po çfarë pa gjë? Njeh ndonjë lojtar të Kuraçaut? Po sigurisht që nuk njoh. Ama ose po çfarë mos do të thotë. Po të lunim ne me Kuraçaun. Si mendon? Ai ta gjejm hartën e ta gjejm ku bie. Nuk e di se ta gjejm hartën ku bie. Ata vrapojnë, Di që vrapojnë shumë më vonë. Kemi më cilësi se. Ore, nuk është 800 metrë. Problemi është ne cilësi kemi, por ne nuk vrapojmë zotri. Kjo është e O sulçe. Ne cilësi kemi, por nuk domethënë ne dim për punën, për jetën, po nuk e pragmatizojmë. Është një festival kulturash dhe vendesh, dhe është shumë mirë që vinë nga të gjitha kontinentet, sepse japin bukuri. Kur ne ishim të vegjël, ishim shumë kurioz kur shikonim Kamerunin, Egjiptin, Amerikanën, stilin loje. Sepse për fatin tonë mirë ose të keq jemi në Europë. Për fatin tonë të mirë ose të keq jemi në Europë. Niveli i futbollit këtu është krejt tjetër gjë krahasimisht me atë. A mund të ishim ne Klodi në Kupën e Botës? Ja, me skuadrën ishim, ja. Pse, nuk kishim... Kishim një skuadrë... Po Kosova, u ofrua, prapë edhe ajo si ishte gati? Kosova, do të që kishte më shumë gjasa për të kaluar në botror se sa ne. Qa na mungon ne që nuk jemi në Kupën e Botës, Gjeriq? Me pare njërë mendoj që nëse Bajrami do kishte shnuar golin e 2-0 në Poloninë dhe ishim finale me Suedin, ne mund të prissim ndryshe, se aq që ndan. Por nëse, pranem për ti, me nëse. Po prapa, nëse. Dhe mendoj që nuk u shfrytëzua potenciali në edicionin e shkuar, në ato play-off, sidomos në play-off, nuk u shfrytëzua se ne vend e dytë kapëm grup, nga pikpamja e grupit na arritëm qëllimin. Por nuk u shfrytëzua se duhet futbollisti më në formë dhe një nga lojtarët më të mirë dekadës fundit Shqipëria në Smuçi. Po çfarë pati? Se di. Sa ashtu, ë? Edhe tani këto dy ndeshje nuk erdhi. Jo, nuk e përkthej dot trajnerin Silvinjo. Jo, nuk Muçi nuk erdhi.